Surja El Hadid, Medinase, 29 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Sabbaha lillahi ma fi s-samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Allahun e lartëson çdo gjë që është në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi, i urti. Lahu mulku s-samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atij i përket sundimi i qijeve dhe i tokës. Ai i jep jetë e vdekje dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Ai është i pari dhe i mbrami, i dukshmi me argumente dhe i padukshmi me sy. Ai është i dijshëm për çdo gjë. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم Wallahu bima ta'malun basir. Ai i krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron. Ai e di se çfarë hyn në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret prej qiellit dhe çfarë ngjitet drejt tij. Ai është me ju kudo që të gjendeni. Ai sheh gjithçka që bëni. Lahu mulku s-samawati wal-ard wa ila Allahi turja'u al-umur. Atij i përket sundimi i qijeve dhe i tokës, tek Allahu do të kthehet gjithçka. Yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl wa huwa alimun bi dhati as-sudur. Ai e ndërfut natën tek dita dhe ditën tek nata. Ai e di çfarë ka çdo kush në krahëror. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Besoni Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe shpenzoni nga ato që ai ju a ka lënë trashëgim, se për ata midis jush që besojnë dhe shpenzojnë për bamirësi, do të ketë shpërblim të madh. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. Çfarë keni që nuk besoni në Allahun, ndërkohë që i dërguari i tij ju fton që të besoni në Zotin tuaj, i cili tashmë ka marrë besën prej jush. Atëherë besoni, nëse jeni besimtar të vërtet. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Është ai që i ka zbritur robit të vet shpallje të qarta për t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Allahu është vërtet i butë
dhe mëshirë plot me ju. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Atëherë, çfarë keni që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, ndërkohë që vetëm atij i përket trashëgimia e qijeve dhe e tokës? Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas. Ata kanë shkallë më të lartë, mirëpo Allahu u premton të gjithëve më të mirën, xhenetin. Allahu e di mirë atë që bëni ju. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Kush është ai që do t'i jap vullnetarisht Allahut një hua të mirë, që ai pastaj t'ia kthej shumë fish, veç kësaj për atë do të ketë shpërblim fisnik. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret me dritën e tyre që shkëlqen para dhe në të djathtë të tyre, e do të thuhet: lajmi mirë sot për ju, kopshtet e xhenetit në për të cilat rrjedhin lumenjt e ku do të banoni përgjithmonë. Kjo është fitoria më e madhe. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Atë ditë, hipokritët dhe hipokritet do të thonë besimtarve: na prisni edhe ne që të marrim nga drita juaj. Por atyre do të thuhet: kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë, dhe ndërmjet tyre do të vendoset një mur me portë. Brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka dënim. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. A nuk kemi qenë me ju, do të thrasin ata. Po, do t'u përgjigjen, por ju e quat vete në tundim, pritët, dyshuat dhe u mashtruat nga vetë dëshirat tuaja të kota, derisa arriti urdhëri i Allahut e djalli ju mashtroi për Allahun. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Sot nuk pranohet prej jush kur farë shpërblese, e as prej atyre që nuk kanë besuar. Zjarri është vendbanimi juaj, ai është për ju, e sa vendbanimi të mërshëm që është ai. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet, që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para të vërtetës që ai ka shpallur, e të mos bëhen si ata që ju është dhënë libri më parë. Me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë syresh janë të pabindur. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Dijeni se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ju sqarojmë shpalljet në mënyrë që ju të kuptoni. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Ata që japin lëmosh e që i japin Allahut një hua të mirë, qofshin burra ose gra, do t'u shumë fishohet përfitimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarit e tij, pikërisht ata janë njerëzit e sinqert. Dëshmorët do të kenë te Zoti i vet shpërblimin dhe dritën e tyre. Kurse ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër veç se lojë, dëfrim e zbukurim, si dhe mburrje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i shëmbëllen bimës, e cila pas shiut rritet dhe i gëzon bujqit, por më vonë zverdhet, thahet dhe mbetet pa vlerë. Në botën tjetër ju presin vuajtje të mëdha, ose falja e Allahut dhe kënaqësia e tij. Jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi
e rreme. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu dhul fadlil azim. Prandaj, rrekuni me njëri tjetrin, duke kërkuar falje prej Zotit tuaj dhe një kopsht të gjerë sa qielli dhe toka, që është e përgatitur për ata që i kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është mirësia e Allahut, që ai ja jep kujt doj, e Allahu ka mirësi të pafund. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Ska fatkeqësi që godet tokën dhe ju, që të mos jetë shënuar në libër, leuhi mahfudh më parë se ta krijojmë atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë. كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Këtë përcaktime kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët mburravec. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. E as ata që përveç se janë vetë koprac, i nxisin edhe të tjerët në kopraci. Kushdo që nuk ja vë veshin kësaj, le ta di se Allahu është i vetëmjaftueshmi dhe i denjë për çdo lavd. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ne i quam të dërguarit tan me prova të qarta dhe bashkë me ta zbritëm librat e shenjtë dhe peshoren e drejtësisë, që njerëzit të veprojnë drejt. Ne e zbritëm hekurin, në të cilin ka material për luftë të fuqishme dhe dobi të tjera për njerëzit, me qëllim që Allahu të njohë ata që e ndihmojnë atë dhe të dërguarit e tij pa e parë atë. Me të vërtet, Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Sigurisht, ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin e udhëruam trashëgimtarëve të tyre profecinë dhe librin. Disa syresh
ishin në rrugë të drejtë, kurse shumica prej tyre ishin gjyhnaqar të pabindur. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Pas tyre, ne quam të dërguar të tjerë, mandej dërguam Isain, të birin e Merjemes. Ne i dham atij Ungjillin, kurse në zemrat e pasuesve të tij mbollëm butësi dhe mëshirë. Sa për murgërin, ne nuk u urdhëruam atë, por ata e shpikën vetë për të arritur kënaqësinë e Allahut. E megjithatë, ata nuk u kujdesën si duhet për të. Kështu, ne u dham besimtarve të vërtet prej tyre shpërblimin e merituar, sado që shumë prej tyre janë të pabindur. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. O ju, i thartë e librit, që besuat në Musain dhe Isain, ruajuni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij Muhamedin, se ai do t'ju dhuroj pjesë të dyfisht nga mëshira e vet, do t'ju jap dritë me ndihmën e secilës do të ecni dhe do t'ju fal. Allahu është falës dhe mëshirë plot. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dhe le ta dinë i thtarët e librit se ata nuk kanë as pak fuqi mbi çfarëdo mirësie të Allahut dhe se mirësia është vetëm në dorën e Allahut. Ai ja jep kujt doj. Allahu zotron mirësi të pakufishme.